ne në jetën e përditshme nuk hasim njerëz të tjerë. Jo, ai nuk është ai nuk është një personazh, patjetër. Ai vetë nuk është ashtu se ka shanse tjetër. Jo, ne vetë i shmangim këta njerëz. Sepse nuk ja lejon askush. Ai nuk është një personazh. Se nuk pajtohet një sekond. Po, është vërtet. Se nuk pajtohet me Olsin tek pjesa që një sekondë lutem Gerti. Se nuk pajtohet me Olsin në pjesën kur thotë që është një personazh. Ai ka menduar të paraqitet si një, të paraqitet si një personazh i egzageruar. Por reagimet e mi njëhershme në komunikimin me opinionistët, këtu duhet parë dhe duhet vlerësuar, bën një diferencë shumë të madhe të karakterial edhe psikologjik të tij. Ai sulmon Monikën, ka një tkurje si emocionale edhe psikologjike. Jo, tkurjen e ka emocionale. Ai tkurja emocionale e bën që të shfrej mllefin e tij dhe të kërcënoj tërthorazi opinionistët që të mos flasin më tepër dhe kjo është për mua nuk është e bën njëri të dobët. Keq më vjen ta them për familjarët e tij që e dëgjojnë, por e bëjnë vërtet një burr 2 metra i cili të duket me centimetra përpara një publiku të gjithë shqiptar. Ai ka një javë atje. Gjatë kësaj jave ai nuk ka lejuar askënd që t'i afrohet. Vetëm ka bërë këtë, ka nxjerr këtë vrerin dhe këtë baltën që e ka shpërndarë këtë gjë. Askush nuk do të afrohet. Po beso që do filloj që ai do afrohet me një, dhe do i bjerë kjo Ka tentuar Selin të flasë. E bëri dje. Pati një, pa i puthin qafër, po thëmë këtë burë dhe botës. Po që ndodhi? Ta 8 minuta, si që thaj, e ri për sëriti nga e para. E tregon që s'ka karakter, është i cili ka nevoj për validim të vazhduesh. Ore, ja ku e ke aktorin. Aktori do të ketë një skript që dalin. Sigurisht. Ai ka pas skript vetëm për një javë, nuk ka mos skript. Ai ka hyrë, e di se më duket mua. Ai hyrë me personazhin, si banori që ka hyrë më mbrapa, duhet të fitoj. Ai ka hyrë dhe ka hyrë. Duhet fitoj audiencën të rrëmbej kohën e humbur e këto dhe ka shkuar me shpat ndaj të gjithëve. Pika e dobët e Gertit, e Mardiolës. E di çka ka bërë ai fikse luftë, ka shpallur luftë të gjithëve. Ai ka hyrë pasi ka lexuar komentet e njerëzve. Në çfarë thuhet në komentet e rrjetet sociale? Çdo gjë që thuhet ai i ka akumuluar, i ka lexuar dhe ka hyrë aty si komentator komentesh. Nuk ka as opinione të veta asnjë gjë. Theksoj vetëm diçka, gjithë që ndihen të fyer nga komentet online, nga komentet i prezanton Rogertin dhe kështu duhet jenë një fytyrë e tillë dhe një strukturë e tillë njerëzore, karakteriale, duhet jenë dhe ata që komentojnë në të tilla forma. Kjo është pak për sigurt. Për çfarë më vjen keq tjetër që në një panoramë akoma më të madhe, po të largohemi që ta shohim pak më që kemi vërtet një pasqyrim, se kemi shumë element që pasqyrojnë negativitet. Dhe duam s'duam është reflektimi i jetës sonë, në të cilën ne kemi përballime me shumë negativitet, që kur ke parkimin në mëngjes, që ke ajo tjetra, që ke momenti kur shkon blen diçka dhe nuk merr një buzëqeshje. Domethënë një mungesë e respekti që shkëmbehet nga mëngjesi deri në darkë. Dhe duam s'duam sa do që ne i shajmë në kuptimin jo llumi, jo kjo, jo një tjetër, në fund të ditës as më shumë, as më pak është thjesht reflektimi. Ja, Gerti, një sekondë, këtu doja të ndërhyja edhe shpart tek diçka më bëri përshtypje, po doja me kuriozitet profesional, por dhe qytetar, të kuptoja çfarë mendonin njerëzit në kohë reale dhe në momentin që Ledioni lexoi vendimin nga zarfi i zi për rastin e Rogertit, po ndiqja komentet e njerëzve që ndiqnin live. Reagimi si ishte? Kishte edhe që brorisnin Rogerti. Pikërisht, mora. Se është ky mlefi. Dhe kjo është, pra, për këtë negativitet. Rogerti është zëri atyre të cilët prandaj thashë sigurisht nga ata që personazhi i munguar. Rogerti thotë të vërteta brutale, por jo në rolin e një brutalisti njerëzor. Po të vërtetat. Kalon çaun, e te kalon personale. Ai e fyn një gjëra personale. Në gjërat që përfaqësoni. Po them që duhet kuptoni diçka. Rogerti është atje që ta shajmë ne. Dhe kjo që thua ti, të merrem dhe me Gertin. Ai ka bërë. Jo, si personazh ta shajmë në skenë, është që ta shajmë ne. Ai është vënë pikërisht po. Ai tjetri është ti themi ne që nuk e ndershme. Ai tjetri është ti themi sepse ne populli kemi nevojë që të shajmë. Dhe në një moment kur jemi lodhur nga të sharët, kemi nevojë të lavdrojmë. Dhe kë lavdrojmë Stinaldon.
Kur duam ne të themi atë të mirën tonë, s'ka të sharë, i sham që kishim. Ne jemi në sistemi krahasimit. Po krahasojmë nga... Po sepse ne jemi njerëz, në fund të ditës edhe të gjitha emocionet i kemi të ndërthurura, dashur pa dashur, dhe nuk i shpëtojmë dot. Të jemi në reality. Po pa tjetër. Vetë atë që bën e ideal. Është e papranueshme. Sa të vërtet ka brenda ai njeri? Ai e vërteta e tij është shumë e dukshme. Unë vetëm ja që do sa ka material bruto të vërtet shpirtëror në ato që thot ai. Është shumë i vërtet ai. Ai është kështu. Ai nuk los. Dhe unë do të them dhe diçka tjetër që e keqja e madhe e shoqërisë shqiptare, sepse ne jemi në Shqipëri dhe Big Brotheri është një aktor i bërë gati. Një sekond, Gerti, merruni vesh me Mardiolën. Dua të them të sjellurit e kulturës, sepse ai ka shumë vite që jeton, domethënë është rritur në Angli e të tjera, kështu tha. Si kundër kështu tha. Ja, po pas nga më vjen keq. Jo, më Gerti, që ndryshimet kulturore bëjnë një popull. Çdo ndryshim kulturor vjen për mirë. Mirë po deformimet kulturore të sjella nga njerëz si Rogerti e të tjerë me radhë, përveç se deformojnë kulturën dhe mënyrën e të sjellurit njerëzor, nuk bëjnë asnjë gjë tjetër përveç se vënë në pa, nxjerrin në pa negativitetin e kohëve ku ne sot jetojmë. Dhe kjo duhet të thonë, jetojmë në 2026 dhe mbi zotrën Gerti. Ai jo kot na ka vënë këto dy atje brenda. Domethënë ai njeri që jeton jashtë, ka një mall për vendin e vet, ka një dashuri për tokën e vet, ka një lloj ndjesie. Është film tjetër ky. Bravo, po ma le ta mbaroj këtë drejt. Ka edhe një mblef. Bra. Po jo, duhet të them këtë. Si ty, një njeri që rri larg tokës tënde. Vjen të tokë jote për të na treguar që kam diçka për t'ju thënë. Dhe gjithë ajo që nxjerr ai nga goja, gjithë ai bagazhi aty ndërtuar është vetë të mzi, mlef. Sepse ai atë ka mësuar atje te vendi ku ka qenë. Jo, se pranë fare kat. Po mirë që vjen dhe bën këtë që thua ti. Po vjen dhe akuzon kë. Domethënë, thelbin e një qenie njerëzore duke i mohuar kë të drejtën themeltare që është gjuha e fol. Morti thot nuk e pikën e sensit e lidhjes me shpirtin e kësaj toke. Dhe e bën atë djalin që mu më ka kaput shpirtin kur ai tentoi, se këtu kam revoltën me ata. Tentoi dhe miqit e tij pa e tha, more, nuk ke gjak shqiptar. A kupton ti çfarë fytyrë? Ai thjesht do t'i nxjerrin nga vetja me atë disnivelin e vet që ka si njeri në përgjithësi. Edhe në kupran. Klimaksi i veprës. Ore, e da, pastaj ti diskutoj marrëdhënien e personazhit pa preferuar. Atë dami me Evan i bu gjithë para këtij ka heq fare vlla. I vu gjithë mu lupu ti s'ka gjithë fare. Po çfarë shumë rëndë që ka si rregoje mua. A ti Petri tha, nuk do të jetë futesh në Vlorë. Asaj tha si të marrë. Ja komentojmë në një gjë se mua ai shumë e rriton Rogerti sa nuk e komentoj dot gjatë sa i rriton. Sa etike dhe brenda lojës është kjo, uletuar, nuk ka nevojë. Pra po përdor se këtë njëti emër me atë, por jo pas ka lidhje me mua, ai më ka qenë. Jo, korrigjoj, Gert. Nuk ka. Ai Rogerti pra se tash Gert se Gerti. Ti e di që unë du fort mos ma bëj se tash ti se bëj shaka. Jo, s'ka shaka, ty dhe emri është. Ideja është hajde vi katra. Kishte Gerti. Kam da shumë atë njeri në moment shumë vështirë timin, tek Big Brother. Ajo. Dhe çfarë do të jetë bëj ai, kam gjithmonë një kujtim që me atë kam darë diçka në një moment caktuar shumë determinues. Që që bëj çfarë të duash aty. Ke leje, bëj çfarë të duash. Si Desha them që nuk kap se të sjellim asnjë element të fjalive që ka thënë ai. Jo, më shumë ka vënë, ta them ato. Unë nuk dua të diskutoj fare se çfarë ka thënë. Unë diskutoj fenomenin. Gertit, diskutoj fenomenin. Dhe ai njeri mua mjep që të analizoj çfarë sjell ky, çfarë sjell Mali, çfarë sjell Miri, çfarë sjell Kristi në këtë dramë reale që ne shohim atje, në këtë skenë reale, në këtë vepër reale. Çfarë ndodh? Si ndodh? Ku do shkojmë? Dhe prandaj edhe është një nga spektaklet më të parë në botë. Në përballë, në Shqipëri. Duam neve është top on the top. Se diçka bëri, ai preku një pik kaq nevralgjike që unë për shembull fyem në mënyrë më ekstreme kur dëgjoj këtë.
Kosovë, Shqipëri, nuk, të truri im nuk bëhet më fare këndarja. është bërë, është... Po pse fyë është kaq shumë? Pse fyë është kaq shumë? E di si është puna, se ndonjëherë ne ja japim rëndësinë fjalës së dikujt kot më kot. Në qoftë se unë nuk kam respekt për një njeri përballë, po nuk më prek fare fjala. Nuk të definon asnjëri mendimi i dikujt patjetër, edhe nuk të validon ose jo. Mund të thotë çfarë të doj. Dhe për një moment reflektoj, nuk bën nuk flet asnjë fjalë. Kthehet. I vë shpatulla aty kingu tjetër, vëre dorën tu të shpatulla, dhe ai e ndjen, dhe kështu ikin. Ky është Mali, nuk gërthet Malin atë që bën. Edhe ja ku sa po pam një aktor të mrekullueshëm. Shkosh, faleminderit. Dgjoj, për shembull, për mua. Dhe ta cënosha, dhe ti biesh aty për lule të ballit për një gjë kaq shenjtë. Po pse duhet të prekesh pra? Për mua dhe gjithë shpjegimet e djeshme të Malit, as nuk i detyroj fare. Është të marrë seriozisht. Për këbën tifo Gerti, se e pam kë urren, po për këbën ne nuk jemi tifos, nuk duhet të jemi, nuk duhet të jemi. Një të preferuar mund ta ketë, patjetër që e kemi, preferuar e keti atë brenda. Akoma se kam bërë. Nuk e ke.